Përshëndetje nga dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Pabarazia mbetet një problem për Shqipërinë, ashtu si edhe në pjesën më të madhe të vendeve në zhvillim si ne. Një pjesë e qytetarëve vuajnë mungesën e të ardhurave, ndërsa një pakicë kanë të përqendruar pasurinë dhe kapitalin. Qendra studimore Taxa Valtax ka realizuar një studim mbi pabarazinë, duke u fokusuar në disa tregues për të dhënë një pamje më të qartë të kësaj dukurie. Sipas këtij studimi, për periudhën 2024-2025, mbi 58% e depozitave individuale në sistemin bankar kontrollohen nga vetëm 7% e llogarive bankare, ndërkohë që 93% e depozituesve në vendin tonë zotrojnë mesatarisht 3.100 euro secili, ndërsa 7% e llogarive të konsideruara të pasura kanë mesatarisht 59.000 euro secili. Këto të dhëna japin një pamje më të drejtpërdrejtë të kapitalit akumuluar, ku ai nuk shpërndahet sipas logjikës së një tregu konkurrues, por sipas mekanizmit ku pasuria prodhon më shumë pasuri. Me interes për të analizuar është edhe një tregues tjetër, ai i shpenzimeve sociale. Shqipëria klasifikohet si një vend me nivel të ulët të shpenzimeve sociale, që përllogaritet sa 11% e produktit të brendshëm bruto, përkundrejt 27.5% që është mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian dhe mbi 30% e PBB-s që kanë shpenzimet sociale vendet nordike. Shpenzimet e pamjaftueshme sociale nënkuptojnë se rritja ekonomike nuk transformohet në mirëqenie të shpërndar, por në zgjerim të diferencave ekzistuese. Por çfarë mund të bëhet në këto kushte? Në studimin e Altax rekomandohen disa masa, si një reformë fiskale gjithëpërfshirëse, transparencë dhe llogaridhënie në prokurimin publik, rritje shpenzimeve sociale dhe luftë kundër informalitetit. Po për më shumë, ndjekemi material të përgatitur nga kolegu Mario Brakaj dhe rikthehemi.